Në një qytet të vogël, në skaj të varrezave të vjetra, banorët nisën të vërenin një grua misterioze që çdo natë, pa përjashtim, vinte përpara një varri të vetëm. Ajo nuk fliste me askënd, mbante gjithmonë një shall të zi dhe qëndronte për orë të tëra përballë gurit të ftohtë me një fotografi të një burri të ri, të pashëm, që kishte vdekur shumë vite më parë. Askush nuk e dinte kush ishte ajo, as pse qante në heshtje. Disa mendonin se ishte dashura e tij e humbur, të tjerë se ishte një fantazme së kaluarës që nuk kishte gjetur paqe. Por e vërteta ishte shumë e thellë, shumë e dhimbshme. Ajo grua ishte vajza e tij, vajza që ai nuk e kishte njohur kurrë, që ishte rritur vetëm, dhe që kishte ardhur çdo natë për të ndjerë për herë të parë praninë e babait që se kishte pasur kurrë në jetë. Në qytetin e vogël të Rivierës, ku deti përplaset me shkëmbinj si një melodi e vjetë dhimbjeje, ndodhe një varrezë që duke më shumë si një kopësht i haruar nga koha. Në mesin e varreve të thjeshta, njëri spikaste më shumë, një mermer i bardhë me fotografinë e një burri të ri, me sy blu dhe buzëqeshje të qetë. Nënte ishte gdhendur emri Silvio Mertini, dhe poshtë tij, një datë që mbyllte një jetë të shkurtër. 1976-2002, që prej disa muajsh, banorët kishin filluar të flisnin për një grua misterioze që vinte çdo natë në atë varr. E shihnin vetëm, me një shall të zi, një trëndafil të freskët në dorë dhe një qese të vogël me qirin. Askush nuk dinte kush ishte. Disa thoshin se ishte gruaja e Silvios, disa të tjerë se ishte ndonjë e dashur e harruar. Por askush nuk guxonte t'i afrohej, sepse ajo zhdukej gjithmonë përpara agimit, si një hije që nuk i përkiste botës së gjallë. Një natë, roja e varrezave, një burr i moshuar me emrin Tano, u afrua në heshtje. Donte ta shihte nga afër këtë grua që e kishte bërë gjithë qytetin të fliste. E pa të gjunjëzuar përpara varrit, me duart që dridheshin mbi fotografinë e Silvios. Pse s'më njihje? Se i ke pa më parë as edhe një herë. I përshpëriti ajo me një zë që dukej më shumë si një vajtim i brendshëm sesa si fjalë. Tano u tërhoq në heshtje. Ai kuptoi se kjo nuk ishte një dashuri e zakonshme. Ishte diçka më e thellë, diçka që vinte nga rënjët e shpirtit, që nga ajo natë ai nuk e ngacmoi më, vetëm vërente nga larg, çdo mbrëmje, siluetën e saj që ndizej nga flaka e vogël e qiririt. Por historia e Aldës nuk fillonte në Varreza. Ajo fillonte shumë vite më parë, në një qytet tjetër, kur ishte vetëm 6 vjeçe dhe nëna e saj, Elena, i kishte thënë me slotësh, mos e kërko kur baban tënd. Ai nuk do të di kur kush je. Alda kishte jetuar gjithë jetën me atë fjali si mallkim. Nëna e saj nuk i kishte treguar kur shumë, vetëm që Silvio ishte një burr i pasur, pronar i një hoteli të madh, dhe se lidhja e tyre kishte qenë ndaluar. Kur Elena kishte mbetur shtatzën, familja e Silvios e kishte detyruar të largohej. Ai vet nuk e kishte mësuar kurrë që kishte një vajzë. Dhe pastaj, papritur, kur Alda mbushi 6 vjeç, lajmi erdhi. Silvio kishte vdekur në një aksident makine. Alda nuk e njohu kur baban, por me kalimin e viteve, kur u bë një grua, filloi ta ndjente mungesën e tij si një boshllëk që as dashuria e nënës, as suksesi, as miqt nuk mund ta mbushnin. Kishte diçka në sytë e saj, një lloj trishtimi të heshtur, që e bënte të dukej gjithmonë sikur po kërkonte diçka që nuk e kishte gjetur kurrë. Një ditë, kur ishte 30 vjeçe, nëna e saj u sëmu rënd. Në shtratin e spitalit, me frymarrjen që i dridhej, ajo i tha diçka që ia ndryshoi jetën përgjithmonë. Vajza ime. Silvio se mori vesh kurrë që kishe lindur. Ai do të kishte dashur shumë. E di që më urrejt pse të fsheha, por doja të mbroja. Tani shko tek ai. Alda nuk foli. Qau gjatë, pastaj vendosi të kërkonte varrin e tij. U deshën muaj që ta gjente, dhe kur më në fund e gjeti, ishte si të prekte një ëndër që nuk ekzistonte më. Atë natë, e para herë që shkoi, u ul përballë gurit të varrit dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë. Paqe. Një paqe e ftohtë, por e plotë, që nga ajo ditë, ajo filloi të kthehej çdo natë. Ishte mënyra e saj për të folur me të, për t'i treguar historinë që nuk u jetua kurrë. I fliste për jetën e saj, për vitet e vetmisë, për dashuritë e dështuara, për ndjenjen e zbrazët që e kishte ndjekur gjithë jetën. I fliste për gjërat e vogla, si për një njeri të gjallë. Sot piva kafe në vendin tënd të preferuar, babi. Mu duk sikur ishe aty. E gjithë kjo do të kishte mbetur një sekret i heshtur. Po të mos ishte për Andrea, një gazetar i ri që punonte për gazetën lokale. Ai kishte dëgjuar thashethemet për gruan e varrit dhe vendosi të hetonte. Një mbrëmje, e ndoqi nga larg dhe i bëri një fotografi teksa qëndronte përballë varrit. Por kur ju afrua, ajo u kthye nga ai, dhe sytë e saj plot lotë bën të ndali. Mos më shet so, i tha but. Unë vi vetëm për të folur me babain tim.
Andrea mbeti pa fjalë. Babain. Ai është Silvio Mertini, e ndërpreu ajo. Babai që nuk më njohu kur. Ai e kuptoi menjëherë se ajo nuk ishte një e çmendur, siç mendonin disa. Ishte një grua që kishte ardhur për të kërkuar një copës dashurie që ishte mohuar nga fati. Por ajo që Alda nuk e dinte ende, ishte se dikush tjetër po e ndiqte prej disa netësh. Një burr me një kostum të zi, që qëndronte pas pemëve, duke e vëzhguar. Ai ishte Marco Mertini, vëllai i Silvios, njeriu që dikur kishte bërë gjithçka për ta ndarë Elenën nga vëllai i tij, dhe që tani po e ndiqte vajzën që as vet nuk e dinte se ekzistonte. Në fytyrën e tij kishte frikë, pendes dhe një lloj tronditje që nuk shprehej dot me fjalë. Ai e dinte të vërtetën, por se kishte guximin ta thoshte. Ende. Era e natës frynte ngadalë me zvarreve, duke tundur qirin të vegjël që Alda ndiste çdo mbrëmje. Ajo tashmë kishte gati 3 muaj që vinte aty çdo natë, në të njëjtën orë, në të njëjtin vend. Njerëzit e kishin mësuar tashmë, dhe asnjë nuk guxonte më ta shqetësonte. Vetëm një burr i heshtur qëndronte her pas here në errësirë, duke vëzhguar nga larg, Marco Mertini. Një natë, ndërsa Alda po i lexonte një letër babait të saj, një zë i thellë u dëgjua pasaj. Nuk duhet të jesh këtu, vajzë. Ajo u kthye menjëherë. Një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur dhe sy të errët, qëndronte disa hapa larg. Kush jeni? Pyeti ajo me ton të friksuar. Dikush që e njihte Silvion shumë mirë. Alda ndjeu një dridhje. Ishit mik i tij? Burri heshti pak, pastaj tha, më shumë se kaq. Jam Marco, vëllai i tij. Fjalët e tij ran sigur mbi zemrën e Aldës. Ajo e njohu menjëherë mbiemrin. Mertini, ai që i kishte marrë gjithçka nënës së saj. Ajo kishte dëgjuar këtë emër vetëm një herë në fëmijëri, kur nëna e saj i kishte thënë: "Nëse ndonjëherë dëgjon emrin Mertini, ik larg." Alda e shikoi me syt plot urrejtje. "Pse më ndiqni? Çfarë doni prej meje?" Marco uli kokën. "Të vërtetën, dua të më dëgjosh. E di që s'ka arsye të më besosh, por kam diçka që duhet ta dish." Ajo nuk foli, vetëm e shikoi në heshtje, me duart që shtrëngonin letrën e saj të palosur. "Silvio nuk vdiq në një aksident, Alda," tha ai me një zë të dridhur. Alda ngriti kokën menjëherë. "Siç po thoni?" Marco mori frym thellë. "Ajo që ndodhi atë natë nuk ishte aksident. Ai u vra. Dhe unë kam jetuar gjithë këto vite me fajin që s'kisha guxim të tregoja të vërtetën." Trupi i Aldës u drodh. Vra. Kush? Një njeri që e donte shumë një grua, një njeri që donte ta mbronte familjen e tij nga skandali. Ai njeri isha unë. Alda u ngrit menjëherë. "Ti çfarë po thua? Ti vrave babain tim." Marco uli kokën, jo me duar, por unë isha shkaku. Unë i thash babait ton që Silvio donte të largohej me Elenën, që ajo ishte shtatzën. Ai e ndoqi me makinën atë natë. Ai donte ta ndalonte. Ndodhi përplasja dhe asnjëri nuk mbijetoi. Një heshtje e rënd rami midis tyre. Alda ndjeu sikur toka po i rëshiste nën këmbë. "Pra gjyshi im e vrau djalin e vet, sepse ai donte nënën time?" Marco pohoi me kokë. "Po, dhe unë jetova gjithë këto vite me fajin që se ndalova. Isha i ri, frikacak, por tani, kur të pash te varri, mendova se Zoti më dha një mundësi për ta thënë të vërtetën." Alda e pa drejt në sy, me fytyrën e zbehtë dhe duar që dridheshin. "E vërteta s'më kthen babain. S'më kthen fëmijërinë. S'më kthen asgjë. E di," tha ai me zë të ulët, "por dua të kërkoj falje për të gjitha dhe dua të ndihmoj." Por Alda se dëgjoi më. U largua në heshtje, me hapa që jehonin mbi pllakat e varrezave. Në atë natë, për herë të parë, ajo nuk ndezi qiri. Ditët që pasuan qenë të rënda. Alda u mbyll në shtëpinë e saj, pa folur me askënd. Mendja e saj spushonte së rikujtuari fjalët e Marcos. Vrasje, gjyshi i faj. Çdo gjë që ajo kishte ndërtuar në mendje për babain e saj, u rrëzua si një kështjell rëre. Në një moment dëshpërimi, ajo hapi kutinë e vjetër që kishte lënë nëna e saj. Aty ku ndodheshin letrat e dashurisë mes Elenës dhe Silvios. Një nga letrat e fundit kishte një frazë që e tronditi: "Nëse ndodh diçka me mua, dije se do të dua për te çdo jetë. Dhe nëse ndonjëherë kemi një vajzë, dua që ajo të di se braktisa, por më ndaluan ta gjeja." Alda qau si fëmijë. Për herë të parë, ndjeu dashurinë e babait që se kishte përjetuar kurrë, dhe brenda asaj dhimbjeje, lindi një vendim i fortë. Ajo nuk do ta linte të mbyllej historia e tij si një aksident. Të nesërmen, Alda shkoi te shtëpia e vjetër e familjes Mertini, një vilë madhështore mbi kodër. Porta u hap ngadalë dhe Marco doli ta priste. "E dija që do vije," tha ai, "nuk erdha për të falur. Erdha për të ditur gjithçka."
Ata u ulën në një sallon të errët, plot me fotografi të vjetra familjare. Në mur, në mes të dhomës, vare një portret i madh i babait të tyre, të një burri me sy të ashpër, Patrizio Mertini. Ai se pranoi kurrë që Silvio të martohej me një grua të zakonshme, nisi Marco. Për të, dashuria ishte dobësi. Kur mori vesh që Elena ishte shtatzën, u çmend. U përpoq ta binte Silvion të largohej prej saj, por ai refuzoi. Atë natë u grindën. Silvio mori makinën dhe iku, ndërsa Patrizio u hodh pas tij dhe ndodhi përplasja. Unë isha në makinë me të, e pash gjithçka. Alda e mbuloi fytyrën me duar. Dhe s'flet dot për dekada? Nuk kisha forcë. Babai u betua se do më përjashtonte nga gjithçka nëse flisja. Kur ai vdiq, gjithçka u mbyll në heshtje. Por kur pash fytyrën tënde, Alda pash Silvion përsëri. Në atë moment, dera u hap dhe në sallon hyri një grua e moshuar me flokë të bardhë. Zonja Laura, shërbyesja më e vjetër e familjes. Ajo që kishte qenë pranë Patrizios deri në fund. Kur pa Aldën, ajo u step. Zoti im sa ngjan me të. Pëshpëriti, e njihnit nënën time, apo jo? Pyeti Alda, gruaja uli kokën, e njihja. Ajo erdhi një herë këtu, para shumë vitesh. Kishte ardhur me një foshnjë në krah. Donte vetëm që Silvio ta shihte vajzën e tij. Por Patrizio e përzuri me fjalë të rënda. Ajo qau tek porta, pastaj iku dhe nuk u kthye më. Alda ndjeu se diçka po i thyhej brenda. Tani gjithçka kishte kuptim. Ndoshta Silvio e kishte ditur. Ndoshta e kishte parë, por s'kishte mundur të dalë jashtë. Dhe ajo foshnjë në krah kishte qenë ajo vetë. Marco e pa me sy të përlotur. Do të kisha dashur të isha unë që ta kisha ndaluar atë ditë. Tani e vetmja gjë që mund të bëj është të njoh si pjesë të familjes. Je gjaku ynë, Alda, por ajo e tunte kokën ngadalë. Jo, s'dua të jem pjesë e një familjeje që mbuloi vrasjen e babait tim. Dua drejtësi, Marco, edhe nëse është e vonë. Ai u ngrit dhe mori një dosje nga një sirtar. Kam ruajtur çdo provë. Raportin e policisë, fotot e makinës, deklaratat e reme që babai bëri. Do ta jap vetë në prokurori. Ndoshta është vonë, por e vërteta s'duhet të varoset me Silvion. Alda e mori dosjen në duar dhe ndjeu sikur pesha e botës po e shtypte. Lotët i ridhnin qetë, por për herë të parë nuk ishin më vetëm nga dhimbja. Kishin edhe qetësi. Në fund ajo tha, nuk dua hakmarrje. Dua që ai të mos harrohet. Dua që bota të di kush ishte Silvio. Një njeri që deshi me gjithë shpirt, por u ndalua. Marco u afrua dhe i vendosi dorën mbi supë. Atëherë do ta bëjmë bashkë. Në mbrëmje, Alda u kthye sërish në Vareza. Ishte nata e parë pas gjithë atyre zbulimeve. U ul përballë varrit dhe ndezi dy qirinj këtë herë. Një për të, një për Elenën. Tani e di gjithçka, babi, pëshpëriti. E di që nuk më braktise, dhe të premtoj që emri yt s'do të harrohet më. Era i tunte flokët, dhe në atë çast, një flet nga letra e vjetër që mbante në dorë u ngrit nga era, dhe ul but mbi mermerin e varrit. Në fund të letrës shkruhej: Nëse ndonjëherë vajza jon vjen te unë, mos e lër të çaj vetëm. Alda qeshi lehtë mes lotëve. Për herë të parë në jetë, ndjeu sikur ishte më vetëm. Në mëngjesin që pasoi, qyteti u zgjua ndryshe. Në faqet online të gazetës lokale u shfaq një artikull me titullin: E vërteta e harruar e Silvio Mertinit. Historia që u fsheh për 23 vjet. Fotografia që shoqëronte artikullin tregonte varrin e bardhë të Silvios me dy qirinj të ndezur përpara, ashtu siç i kishte ndezur Alda një natë më parë. Artikulli, i shkruar nga gazetari Andrea, rrëfente gjithçka. Aksidentin që s'ishte aksident, presionet e familjes, dashurinë e ndaluar dhe fëmijën që ai nuk e kishte njohur kurrë. Në fund të shkrimit, kishte një fjalë që preku zemrat e të gjithëve. Vajza që ai se njohu kurrë, e gjeti më në fund dhe i fali atij paqen që i mungoi për gjithë jetën. Qyteti i heshti për disa ditë. Njerëzit flisnin me zë të ulët për familjen Mertini, për padrejtësinë, për dashurinë që ishte shuar shumë herët. Por mes gjithë atyre fjalëve, Alda ndjente vetëm një gjë: çlirimin. Ajo e kishte bërë atë që babai i saj meritonte. E kishte sjellë të vërtetën në dritë. Alda tashmë jetonte më qetë. Kishte pushuar së shkuari në Vareza çdo natë. Shkonte vetëm të dielave në mëngjes, me një buqet të vogël zambakësh të bardhë. Qetësia e varrit se friksonte më. Përkundrazi, i dukej si vendi ku më në fund dite afër dikë që se kishte pasur kurrë në jetë. Një ditë, ndërsa po pastronte gurin e varrit, dikush i vuri dorën në shpatull. Ishte Marco. Vendosa të shes vilën, i tha: S'dua më të jetoj në një shtëpi që më kujton vetëm heshtjen.
Alda e pa me mirë kuptim. Ndoshta është më mirë kështu. Dua ta përdor parat për një qëllim të ndershëm, vazhdoi ai. Dua të hap një fond në emër të Silvios, për të rinjt që duan të studiojnë arte, siç donte ai dikur. Alda mbeti pa fjalë. Do të të ndihmoj, tha. Do të kujdesem që emri i tij të mos shuhen më. Ditët kaluan dhe themelimi i fondacionit Silvio Mertini u bë një ngjarje e madhe në qytet. Në ceremoninë e hapjes, në një sallë të vogël te biblioteka e qytetit, Alda mbajti një fjalim që preku të gjithë. Kur isha fëmijë, më thanë të mos e kërkoja babain tim. Kur u rrita, më thanë se s'ja vlente ta dija të vërtetën. Sot jam këtu, për t'ju thënë se e vërteta, sado e dhimbshme të jetë, është e vetmja rrugë drejt paqes. Babai im nuk la pas pasuri, as tituj. La pas dashuri, dashurin që nuk ju lejua ta jepte. Dhe unë jam këtu sot për ta përmbushur në vend të tij. Kur përfundoi fjalimin, salla shpërtheu në duartrokitje. Në rreshtin e parë, Marco fshiu një lot që i rëshiti në faqe. Ai e dinte se, më në fund, gjithçka që kishte qenë fshet, kishte marrë dritë. Pas ceremonisë, Alda qëndroi vetëm pak çaste në terracën e ndërtesës, duke parë perëndimin. Andrea ju afrua qetë, e arrite, i tha me buzëqeshje. E bëre atë që askush tjetër s'do të kishte guxuar. Alda u kthye nga ai, me sytë që i shkëlqenin në rrezet e fundit të diellit. Nuk e bëra për veten, e bëra për të, për babain tim. Andrea heshti për pak, pastaj i tha, tani që çdo gjë ka mbaruar, çfarë do bësh? Alda ngriti supet lehtë, do jetoj, për herë të parë, pa peshën e fajit që s'ishte imi. Në javët që pasuan, ajo nisi të ndjente një qetësi që se kishte njohur kurrë. Filloi të shkruante libra, kujtime, histori dashurie, tregime për njerëz që kërkonin veten pas dhimbjes. Dhe në çdo faqe që shkruante, ndihej fryma e Silvios aty, si një pranie e padukshme që udhëhiqte. Një mëngjes, teksa po pinte kafe në balkon, ajo mori një zarf pa emër. Brenda kishte një fotografi të vjetër. Silvio dhe Elena, në ditët e tyre të para së bashku. Në pjesën e pasme të fotos, dikush kishte shkruar, ata që duhen vërtet, nuk ndahen askur koha përpiqet t'i fshijë. Alda qeshi lehtë dhe e vendosi fotografinë mbi tryezën e punës, përballë saj. Ishte si të kishte më në fund një familje që i buzëqeshte nga një tjetër botë. Por jeta kishte ende një surprizë për të. Një pasdite, teksa po kthehej në shtëpi, një vajzë e re ju afrua. Ju jeni Alda Mertini? Po, tha ajo e habitur, unë jam Sara. Kam marrë bursën nga fondacioni juaj. Desha t'ju falenderoj, sepse kjo mundësi më ndryshoi jetën. Alda e përqafoi vajzën e re me emocion. Mos më falendero mua, tha. Falendero atë që më mësoi se dashuria dhe e vërteta janë më të forta se çdo pengesë. Sara buzëqeshi. Do ta mbaj mend. Kur vajza u largua, Alda e pa për pak çaste, dhe në ecjen e saj të shkujdesur, i ngjau sikur pa veten e vogël. Atë vajzën që dikur kërkonte një baba në çdo fytyrë që kalonte në rrugë. Tani ajo nuk kërkonte më. Kishte gjetur gjithçka. Një vit më pas, në përvjetorin e vdekjes së Silvios, Alda u kthye sërish në Vareza. Por këtë herë nuk erdhi vetëm. Andrea e shoqëronte, dhe në duar mbani një pllak të vogël që do të vendosej pranë gurit të vjetër. Në pllak shkruhej: Silvio Mertini, ai që deshi pa frikë. Kujtimi yt jeton në çdo zemër që beson në dashurinë e vërtetë. Alda u gjunjëzua dhe preku mermerin e ftohtë. Tani pushoni qetë, babi. Un jam mirë. Era fryu lehtë dhe një petal zambaku ra mbi gurin e varrit. Ajo buzëqeshi. Ishte sikur gjithçka përreth po i përgjigjej në heshtje. Andrea qëndronte pranë saj, i heshtur. Pastaj i zgjati dorën. Gati për të shkuar, Alda e mori dorën e tij dhe u ngrit ngadalë. Po, më në fund, teksa dilnin nga porta e Varezës, ajo u kthye edhe një herë, si për t'u përshëndetur. Nuk kishte më trishtim në sytë e saj, vetëm qetësi. Në rrugën e kthimit, ajo pa qiellin që po ndrinte dhe pëshpëriti. Tani mund të jetosh përmes meje, babi, përmes çdo zemre që mësoj të doj, edhe kur s'ishte e lejuar. Dhe kështu, gruaja misterioze që dikur vinte çdo natë në varrin e një burri të pashëm, nuk ishte më një hije që kërkonte përgjigje. Ajo ishte kthyer në një dritë që i dha kuptim dhimbjes, në një vajzë që e ktheu heshtjen në kujtim, dhe kujtimin në dashuri të përjetshme. Sepse ndonjëherë, dashuria që nuk njihet kurrë në jetë bëhet dashuria që jeton përgjithmonë në zemrat e atyre që e zbulojnë shumë vonë.